janë pasojat e traumave të luftës. Shëreni që të video të një djalit vogël i cili ka qenë ekspozuar ndaj të shtënave me armë, dhunës, vrasjeve edhe humbjes së babës vet. Mundeni me vërejtë që ka dridhje ose çuçi thojnë anglisht twitches. Familjarët raportojnë se janë shfaq probleme me dëgjimin, me të folurit si dhe me ecjen. Truni një fëmije nuk është i përgatitur për këto përvoja. Edhe pasi lufta mbaron, sistemi nervor mundet me vazhdu me reagu sikur rreziku është hala aty. Studimet për fëmijët në zonat e luftës tregojnë se trauma mundet me ndiku edhe në zhvillimin neurologjik edhe shqetësor. Sipas kanë fëmijët e ekspozuar ndaj konfliktit armatosur, shpesh përjetojnë ankth kronik, probleme për qëndrimin, reagime të forta ndaj stimujve, si dhe ndonjëherë simptoma somatike ose neurologjike. Sipas autorit Bassel van der Kolk, traumat nuk ruhen vetëm sikur kujtim. Ajo ruhet në trup edhe në sistemin nervor duke shkaktuar reagime fizike si dridhje, tension edhe reagim të tepruar ndaj zhurmave. Këto dridhje që i shohim në video munden me qenë një reagim i sistemit nervor që është mësu me qëndru në alarm. Pas luftës, ndihma psikologjike në Kosovë ishte pothuajse e pamundur. Në vitin 2000 në të gjithë vendin kishte vetëm një psikolog për 400.000 banor dhe një psikiatër për çdo 100.000 njerëz. Pa mbështetje profesionale, shumë të mbijetuar e kanë përballu traumën vetëm. Sot trajtimi i PTSD-s ose çrregullimit të stresit posttraumatik përfshin terapi kognitiv-behaviorale edhe terapi të ekspozimit, të cilat ndihmojnë në menaxhimin e kujtimeve të dhëmshme. Kosova ka hapur qendra të shëndetit mendor për të ofruar ndihmë të afërt për të prekurit, por sfidat mbeten ende prezente. Edhe pse kemi bërë hapa përpara, duhet me u kujtu se lufta nuk është vetëm histori, ajo ende e ndikon jetën e mira njerëzve. E te për më shumë video si kjo, bëja subscribe urbanit në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.